Si që o bëra me dje, në studiu më shbashkuar zoti Kujtim Hoxha, eksperti për pensionin, zoti Hoxha, mirë mëngjes, faleminderit dhe kënaqësi që ministërisht në Report Televizion. Unë përpara se të marrim bisedat nga qytetarët edhe nga shikuesit, po ju bëj një pyetje meqense le të themi pensionet po përmenden lart e poshtë, por mua nuk më duket një zhvillim konkret, ndoshta ju mund të më thoni eksaktësisht. Dhe po të bëj një pyetje që ndoshta mund të bëhet çdo pensionist. Ç'po bëhet për pensionet apo për ne, sepse me reagoj tyre që të përfitojnë patjetër pak më shumë e mbi gjitha në këtë situatë dhe krizë çmimesh. Po të shikosh me vëmendje situatën, është një situatë e rëndë në fakt, aq më tepër që këtë situatë ka vështirësuar edhe kriza botërore, e cila ka dhënë ndikimet e veta edhe në qytetarët shqiptarë nëpërmjet konsumit të produkteve të përditshme me çmime më të larta se sa më përpara. Dhe në këtë moment ishte shumë e rëndësishme që të kishte një ndërhyrje shtetërore nga qeveria për të zbutur këtë krizë, po themi. Gjë që nuk është bërë, nuk ka ardhur dhe nuk ka dhe sinjale. Megjithatë do ndërhyjmë, po s'ka sinjale. Nuk ka sinjale. Kjo është për të ardhur keq, sepse unë nënkuptoj, jo paragjykoj, nënkuptoj që këto edhe lëvizjet që bën kryeministri bashkë me ministrat e tjerë në përrethe ngjajnë në situash një fushatë ose një sensibilizim për pjesën tjetër të qytetarëve që janë pensionistë, që mos shpresoni me, se po tashu do ta kishte thënë këta. Do ta kishte thënë. Në rritjen e pensioneve, ose në një shtesë, në një tip bonusi, ose edhe me ato kuponat që tha, me ato faturat që mund të blinin me një sasi produktesh, për ta zbutur si do pak. Pra në takimet që bëni s'ka përmendur, po themi diçka të tillë, ka përmendur një formulë, një sigurime private etj etj, por jo ndihmë konkrete dhe tani. Kjo bëhet fjalë për të ardhur në ndihmë një paketë emergjente, nuk bëj me të ardhmen. Me të ardhmen dhe tash ajo kolona e dytë bëhet fjalë është mire, faktikisht është në sistemin e Shqipërisë sot është një kolonë e cila lirisht ekziston, nuk është sa e shpiku kryeministri. Po? Ajo ekziston dhe kjo interpretohet nëpërmjet sigurimeve private. E kanë në objektin e tyre dhe ka rreth 35-40.000 qytetarë që janë në skemë. Po edhe nëse futet, kjo bëhet fjalë jo për ata që takojnë, që grumbullohen aty, po bëhet aty do vinë. Kështu që këtu duhet të sqaroj qartë, në çdo bëhet me këtë skemë, nëse këtë që ke. Si shka aktualisht, po. Ke një skemë të sigurime shoqërore shtetërore. Dhe këta do ta mbash kështu, do ta arnosh ti vesh mballoma. Apo do ta ndryshosh. Apo do ta heqësh fare këtë dhe ndryshosh tërësisht. Pra këtu kjo më shqetëson mua sepse këtu nuk ka një vizion që të shikohet nga lartë se u bën kaq kohë, nuk është se është një gjë e dalë kështu, domethënë në mënyrë spontane që ti si je i përgatitur. Po këtë skemë ti e di si është, ke statistikat, ke edhe ato pritshmëritë në të ardhshme, se skema për të së vërtetës po vështirësohet akoma si rezultat i faktorëve të ndryshëm. Midis të tjerëve për numrin e ulët të atyre që kontribuojnë. Edhe kjo e bën një çik të vështirë për të bërë një zgjidhje, po sidoqoftë një zgjidhje e doja, nuk mundet ashtu praktika ndërkombëtare ka, të vende përreth ka, dhe sigurisht duke marrë parasysh edhe kushtet e vendit tonë, edhe mundësitë ekonomike, mund të jap një zgjidhje teknike më të mirë. E kuptoj. Mirë, kemi një bisedë që janë të rëndësishme, sepse qytetarët përveç le të themi për pak përfitimeve më të shumta bonuseve etj kanë edhe problematika me pensionet e tyre. Mirëmëngjes, urdhëroni. Mirëmëngjes, përshëndetje, ju lutem, ulini pak zërin e televizorit. Po, e kemi kohën me qetësi. Mirëmëngjes, zonjë, ju dëgjojmë të dy, edhe unë edhe zoti Hoxha. Mirëmëngjes. Unë jam një nga ato pensionistet që mora një shtesë bonusi në janar, 800 lek. Po? Dhe shkurt, mars edhe prillin që e mora dje, nuk ma kanë banë. Edhe pse aplikova ke In Albania. Tash si duhet ta bëj ke In Albania?
Qofse është dhe prilli bëhet problem. Atëre, si pas shpjegimeve, po unë duhet qartësoj një gjë se një pjesë edhe nuk e kanë kuptuar, dhe nuk e di nëse kjo zonjë bën pjesë në këtë grupim që se shkuptuar, apo vërtet nuk ja kanë bërë. Zonja tha që 800 lek, apo 8.000 lek i ka marrë në janar. Si pas ta i bje që ta ketë pension të pjeshëm. Po të pjeshëm. Dhe pensionin e pjeshëm duhet ta përfiton të këtë bonus, ose këtë kompensim me 800 lek të rinj, gjdo muaj. Po duhet kuptoj, atë që fitovi një janar dhe 800 lekë, prap 800 lekë shke në muaj shkurt, 800 lekë nuk u mblidhen të shtohen, 800 lekë, 800 lekë. Oke, atëre ta pyesim. Zonjë, do më thënë, në shkurt, mars dhe prill, e ke marrë atë 8.000 lekë në janarit, apo prise që në shkurt të merje jo 8, po 16, dhe në mars të merje sa i bje 16, edhe 8.24. As shkurt, as mars, prillin e mora dje, njësoj mora, vetëm 8.000 lekë në janarit. Po pra, këtë po të themi, 8.000 lekë që ke marrë një janar, dhe këtë 8.000 lekë nuk e ke marrë, as në shkurt, as në mars, as në prill. Jo. Okej, t'ju pyes. Atëre nëse ju vejni në këto pozita dhe kini aplikuar dhe nuk ka reaguar administrata e sigurimeve shoqërore, mund të vini atje, është pa kosto, do të aplikoj unë të ndjek problemin tuaj, derisa të zgjidhet. Do t'ju mundsojmë ne lidhjen me zotin Hoxha. Më dëgjuat? Vetëm të ketë hapur ata e Albania. Po, vetëm mjafton të kesh hapur i Albanian, që t'i kesh ato kodet e në emrin tuaj e tjere, mjafton të kesh i Albanian, po e themi edhe personale, edhe do t'ju ndihmoj zoti Hoxha. Kontaktin me zotin Hoxha do t'u ofrojmë ne. Faleminderit të përshëndes për telefonatën. Ani, sepse me të vërtet që bëhet problem, zoti Hoxha, shkurti, marsi edhe prilli... Shumë ka nërë disa dhe shikoveja ku ke faturi që ke marrë 8.000, po jo duhet edhe 8.000, duhet... Jo, e kuptoj unë atë e kuptoj. Nëse është në këto kushte që tha zonja, është e zgjithshme, po do... Shiko, ne marim një shembull konkret me 8.000 lekëshin. Po e marim një shembull me 2 shifra që të në ndjekin... Pra, nëse ka 20.000 lekë pension, asaj i takon, po ta ketë pension të pjeshme, i takon 800 lekë në muaj janar. Dhe do merte 208.000 lekë. 208 do marrë dhe në shkurt. 208 dhe në mars, 208 nuk do në marrë prill. 208 plus 8.000 të verë 216 dhe më rarë. Po, eksakt. Pra, edhe njerë, nëse dikush ka pensionin e pjesëshëm me 200.000 lekë të vjetra, dhe në janar ka marrë 8.000 lekë se i takon, dhe pensioni totali ka shkuar 208. Dhe nëse në shkurt ka marrë po 208, nëse në mars ka marrë po 208, apo dhe për prillin 208, është në regull. Nëse në shkurt mars apo dhe prill ka marrë 200 dhe jo 208 sa që mori janarin, atëre ka problematik dhe duhet bërë ky ankimim nëpërmjet i Albanias e tjere tjere. Mirë mëngjes, përshëndetje. Shumë më rëndësishme. Urdhëroni zotëri. Jam ai personi që i kam thënë atë ditë që jam i përzekutu. Po? Edhe ja kam bërë sigurimeve shoqërore të Legës. Lega më ka kthy përgjigje vetëm ata që kanë qenë në burg. Po? Unë nuk kam qenë në burg. Ja, ta dëgjojmë zotin. Jo, atëherë shkoj, ligji 7514 që trajton të përndjekurit politik, veç atyre problemeve të tjera, ka disa pika që merren me përfitimin e pensioneve të pleqërisë. Pra, ndryshe nga pjesa tjetër e qytetarëve që kanë kontribuar, të gjitha ata, shiko, në fshat për shembull një qytetar dhe thoshin ky është kulak ose ashtu. E dinin të gjithë që ishin vërtet ashtu, por në vitin 91 me daljen e ligjit 7514, të gjithë ata që kishin vuajtur nga sistemi i kaluar, pra kishin bërë burg, ishin pushkatuar. Dhe për shkak të këtyre dy të parëve, për ata që ishin pushkatuar dhe ata që ishin familjarët e tyre ishin internuar ose dëbuar. Pra kishin statusin e gërmëscetë për një kurve politik, në qoftë se ky për shkak të atyre dy të parave që ndruar në internim ose në dëbim, e përfiton, po jo me opinionin që ka qenë të ashtu dhe duhet të marrë. Duhet të dokumenta për të cilën... Duhet të vërtetohet në një farë dhe kjo ka qenë një komision trepalësh
ku merrte pjesë Ministria e Drejtësisë, ishte drejtoria e përgjithshme e burgjeve, ishte më vete. Po, që vërteton dhe po. Dhe këta tre palë i shikonin një pas një kërkesat dhe i miratonin duke marrë atë statusin. Nëse e ka atë status, po, zotëri, mirë, nëse se ka atë, lodhet kot. E keni atë status, këtë që thotë zoti Hoxha? E kam statusin 522. Po nuk thot gjë kjo. I numëri është vendimi. Numëri është vendimi. Vendimi. Po vendimi numër kaq. Po çfarë thot pra? Çfarë të thot vendimi nëse e keni? Ki qenë internuar. Ku mund takohem me këtë ekspertin unë? Po me zotin Hoxha e bëjmë reklam, po nëse let vin kur do. Një takim ne. Jo, më mund t'ja thuash. Edhe ne mundsojmë numrin e kontaktit zotit Hoxha, po mund t'ja thoni patjetër, detyrisht ndjekin se ka shumë që nuk është fare reklam. Numri i telefonit 0699 89 09 667. 069 89 89 70 atëre 069 89 09 667 667 667 26 e një 7 667. Ka shumë, zoti Hoxha, bët mirë që bët edhe publik, se ka shumë që duan... Faleminderit. Faleminderit. Të vini gjithë dokumenta... Patjetër. Faleminderit, zotri. Faleminderit shumë. Faleminderit, presim një tjetër bisedë dhe po themi problematik, sepse jam i bindur që diçka nuk shkon dhe prandaj telefonojnë. Ne na agrojnë shumë numrin tuaj, kështu bëhet mirë që edhe publikisht nuk e lidhje. Vetëm jam i bindur që do të jo më le të vinë këta që kanë dokumenta, po domethënë jo thjesht është, po se diti më thosh mua njëri që edhe njihja. Që ne kemi qenë kulak. Po tani është duhet të bësh atë. Eksakt, me punët e shtetit në pas, me procese gjyqësore, tjerë, çdo gjë duhet vërtetuar me dokumenta. Mirë keq, e ke se ke, këtë janë ajo është. Sa që e fitojnë këta dhe si kanë ndjekur këto. Si kanë ndjekur, nuk kanë nxjerrë ato vërtetimet që i takojnë edhe nuk e kanë përfituar. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, ju dëgjoj me vëmendje dhe me kënaqësi. Na thuaj. Jam impresionist që kam dalë në vitit 2019. 2019, po? 2019. Në vitet 90 dole Agjencia e Rekonstruksionit të Ndërmarrjeve. Po? Edhe dolëm nga puna, edhe futën në vjetërsinë e punës. Pa... Ke në pyetje konkrete se ke të zërin televizorit pak të ngritur edhe... E kuptova, as 10 vjet. Mirë, zoti Hoxha e kuptoi. Dëgjoni njërë zotin Hoxha. Atëre, si pas shpjegimeve të qytetarit, a i ka dalë nga reforma, që u bëj një reforma që u quajt rekonstruksioni i këture ndërmarrjeve, dhe për shkak të kësaj ata përfitonin një vit me 80%, një vit puna, dhe një vit tjetër me asistent, djersa të gjenin atë menin të thënë, pozicionin e tyre për të punësuar diku tjetër. Dhe këto të dyja, qoftë kjo që është trajtuar me ARN, me 80%, qoftë edhe asistenca, futen në vjetërsinë gjithsej të punës. Futen, quhen vjetërsi pune, në vjetërsinë total futen në. Po, e dëgjuat zotri dhe e kuptuat, nëse ishte dhe kjo problematika po merakuj që kishit? E njova. Faleminderit. Faleminderit, ju përshëndes. Më shkrua një zotri, një ndjekës i programit edhe mik i imi, zoti Umir Elezi, dhe thot, mirëmëngjes, thot, a mund të pyes një ekspertin, nëse ka ndonjë hap, thot, apo diskutim konkret për heqjen e tavanit kufizues të bonuseve të disa kategorive të vendosura me VKM. Pra, tavani që të djeg. Atëherë, si pas pyetjes që bën zotëria, me të drejta i shikon këto zhvillimet e fundit, e cila ka penalizuar shumë qytetarë si rezultati i venes të tavanit. Sigurisht, kjo ka dhënë sinjalin edhe punojnë si të administratës që merren me këtë punë, i evidentojnë këto. Qeveria
duhet të shikoj me përparësi këto për të përfshirë në këtë skemën e bonusit edhe pjesën tjetër që nuk është përfshirë në këto. Mënyra pasaj është tjetër gjë, jep më shumë më pak, po... Në skemën e bonusit të fund vitit. Po, duhet të shikoj me përparësi dhe të rregulloj diçka nga kjo që stonon në këto... Dhe ka dhe diçka tjetër, zoti Hoxha, që ne kemi diskutuar dhe përmendim shumë shkurtimisht. Nëse me këtë skemë aktuale të këtij kompensimi mujor apo të këtij bonusi mujor, vitin që vjen do dyfishohet. Pra i 8.000 lekë do bëhet 16, e 18 që do bëhet 36. Po do bëhet vetëm për këta që janë, ata të tjerët prapë. Pikërisht, po të mbesesh me këto tavane, me dyfishim, është me të mërshme fare, nuk ka shanse, ose nuk ka asnjë lloj përfitimi. Këta do kështu. dalin nga skema, edhe këta që marrin. Edhe këta që marrin do dalin, sepse do të kalojnë tavanin. Kështu që mirëmëngjes, përshëndetje. Me çuditshme domethënë që ishte me të vërtet me skemën që Darda e ka bishtin prapa, po përshëndetje, mirëmëngjesi. Përshëndetje. Ju dëgjojmë. Po. Pyetjen e kam pensionin të pjesëm. Po. Përfitova 80 lekë. Jo 80 lekë. Të dënuar dhe të pas e disu nga qeveria neve jemi 220 tavani. Po. Tavani më dënon për jetë mua. Kur do në vej pensioni 400.000 lekë mua që thot a i do rritet? Mua më rritet vitin tjetër më rritet 1.600 lekë në vit. Po. Po kjo është mandori. Ata ekspertë që kanë bërë këto llogaritje, më duket se s'jam tamam nga trut e kokës. Mirë, pa ofendime, këtë ne diskutuam. Lutem, më shpjegoni çfarë. Të lutem ofenduar mua se kam punuar 40 vjet dhe marr 800 lekë. 80 lekë, një kafe turke në muaj. Po jo, dal tash. Të lutem, dal ta shpjegojmë pak këtë. Se thatë me pensioni pjesëshëm, duhet marrësh, të lutem, duhet marrësh 800 lekë, apo 8.000 lekë. A ka në një sinjal nga qeveria për të rritur, apo të parë me këtë tavanin që ka dha? Ka, nuk ka. Atëre me të drejtë juve, vetë ato llogarit individuale që me këtë ritëm të ndryshimit pensionit duke shtuar nga 800 dhe nga 800 për 4 vjetërisht, nuk do të arrini asnjëherë të 400.000 lekë. Sepse nëse bëhet ky tavan, bëhet fjalë për 541.000 pensionistë, të cilët kanë pensionin më pak se 190.000 lekë. Dhe këta është pjesa më e madhe, po pjesa tjetër kanë nga 200 euro deri në atë që quhet maksimale sa mund të marrë një deputet edhe ose një ministër, që është nga 2.600.000, ka dhe 3 që marrin sot. Ka dhe 3 që marrin. Por, mesatarish, sot... Ka dhe deputetit që do që marrin 3 milion lekë të vjetë, pension. Pension. Ka, po si pretik, po i them me emër, unë i tjedhe me... Pak rëndësi ka, ka shu, po që e marri. Deputet me pension? Me pension, që ka qenë edhe në kryetar parlamenti, po, kam bajtur dhe postet tjerë. Edhe deputet derisa dolin në pension. 3 milion lekë. As të themi do 3.000 euro tani, se i bimë shumë se 3.000 euro. Merte më shumë se 2.600 para 3 vitëve, sot i ka bajtur 3. 3 milion. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Ju dëgjojmë, zonjë. Si ajo zonja që poli para meje, ndër ato jam edhe unë me bashkëshortin tim. Po? E morat janarin 8.000 lekëshin, shkurtin marsin dhe prillin se ka marrë, se e kanë bazatës 20, po këto 2 muaj nuk i ka marrë, edhe burri e ka 135 pensionin, unë 167. Po. Të 2 nuk e marrim. E kuptoj. Si pas të dhenave tuaja, duhet përfitoni atë 800 lekëshin, kështu ka vendimi i Këshillit Ministrave 828, sigurisht në marrjen e numrit të pensionistëve që janë mbi 730.000, do ketë edhe gabime. Po ka shumë, zoti Hoxha, për vërtetës. Ju e dini më mirë, po edhe mua më thonë, sepse në ndjekin... Sikur 1% tjenë, të 730.000... Po, shkojnë goxha. Vete ky numër goxha. Sigurisht, këto zgjidhen
kërkes pas kërkese, nuk i zgjith institutit të themi, ti rishikoj prapë se ato janë numër të matë, ata që i kërkojnë. I kërkojnë. Edhe njerëzojnë në përmjet i Albanias. Sistemojnë atë. Në përmjet i Albanias. Unë se bëj do të jetoj vetëm me bashkëshortin. E ka bërë goca një ditë e i thanë që mund të ketë dal nga sistemi, po gocën e kam në durrës me erdhi një ditë në darkë, se kërkoni moj mama më tha. Këtu në Tiranë? Ku ndodhen ju, në Tiranë apo? Këtu në Tiranë ndodhem në Ysberish. Në Ysberish. Mirë, autobusin falas e keni? Hajde për atë në. Po, zoti Hoxha thot autobusin falas të keni, sepse keni atë abonen, bestoj e keni marë, edhe tek zoti Hoxha, numrin zoti Hoxha e dha publikisht, po ne për të mos e përmendur se ndoshta do ta marrë gjithë Shqipëria, do e japim ne numrin e zotit Hoxha dhe ju ndihmon zoti Hoxha për këtë kërkesë apo për këtë aplikim. Për zotin se ne jemi pleq, unë jam e sëmur, nuk mund të ndjek dot. Se kuptojmë. Do nëpërmjet një mënyre do. Ose në një dasha mirë sa tyre rrotull 4 që ose dikush, po, njëri që mund ta bëjë atë lloj aplikimi. Nuk di nëse kemi gjithë në fund, shkuam shumë, do ta mirë një tjetër bisedë. Mirëmëngjes, e kemi apo jo, por shumë nuk kemi dhe shumë shkurtimisht, megjithëse zoti Hoxha, kjo është thjesht për batu dhe për të vijuar lajmin. Autobusin falas e kanë, po për shkak të kësaj krize 40% më pak nga sot autobus edhe në stacione që nga bërë nami me njerëz që presin autobusin, presin në radhë nga etj. 20 minuta. Nga një autobus në tjetëri, gjesa të vi, do 20 minuta. Kur ishte 5 minuta ka qenë. Ja që do të përse ne themi që nuk bëne paket për pensionistë nuk ndihmojnë, ne edhe te këto transporti publik që bi bën një dy takime, prap nuk e kanë marrë një vendim edhe ja jemi me 40% më pak autobus. Kjo është çështje tjetër, po me që doli biseda që edhe këtu indirekt pret edhe ata. Indirekt, edhe ndikojnë tek gjithë, edhe tek pensionistët e tjerë e tjerë. Mirë, zoti Hoxha, faleminderit. Faleminderit shumë kënaqësi.